Selamu alaikum, erdhëm podcastin e radhës, jemi me Vismaçi. Mos thuaj Elvis, ashtu. Jo, nuk do të me Elvis. Je, shkuja, jo. Edhe je që shkuj me thënë nëzore pra në rrjetet sociale, që patëm me Elvis. Se di ishte... inshallah, se do ndajmë me vëllezrit e me motrat edhe gjëra tjera, se vetëm histori. Ishte dhe fillimi Ramazanit, kishim ato emocionet e para, i gjitha komplet, ishte dhe eksoni, kështu që... E kemi lënë me Sulejmanin, po përpara se të flasim për Sulejmanin, doja ndaja vetëm 1 minutë një histori që më ndodhi në iftar. Kjo është e sa e rëndësishme është dhe kur i bëjmë share, dhe kur e shpërndajmë të mirën. Edhe për Zotin e mutoj jam djerë sikur po më thonte diçka të mirë mund, ndërkohë që gjëja pa adresohet tek një ligjërate jotja. Një miku jon ose miku im gjatë iftarit po më tregonte disa detaje me babain e vet. Po. Kishte kohë më thënë që ishte duke kuruar me kundër të kancerit që ishte përhapur në pjesën e gojës edhe më poshtë. Moshë madhe dhe momente të caktuara domethënë për shkak se merrte kimio, merrte rrezë, u lodh shumë. Po, e vërtetë. U lodh aq shumë saqë në një moment thotë gjeta thotë babain tim, thotë i kishte vënë dorët kështu dhe filloi duke qarë. Më ishin zauru thotë të gjitha gënjeshtrat e bardha që kisha bërë, ja dhe pak se i ka shërby gati 2 muaj e gjys i kanë non stop të Zoti ja shpërbleft shumë. Amin. Dhe në moment thotë gjeta duke qarë dhe isha dhe veti dorëzuar, nuk kisha më çfarë thoja. Edhe ngreti kokën lart dhe më tha, "Më leo bir, më le të shkoj tha se nuk mundem më tha." Sa ishim gati në finish të gjës dhe lodhja dhe gjitha kishin mërzit te i mase. Në ato momente instinktivisht thot, marr celularin dhe i vej ligjëratën tonë dhe visut tek historia e Jupit. Alayhi salam. E vendose thot dhe i dhash play. Vazhdova akoma thot nuk kisha më asnjë gjë, thot kisha ul kokën dhe vetëm po rria dhe veti dorëzuam se nuk kisha më mundësi se si me motivu. Me motivu dhe të jepja shpresë që ta vazhdonim këtë betejë kundër smundjes. Në një moment thot për 1 minutë thot filloi thot mos kishte më lot dhe filloi vetëm ta mendonte. Se duket u fut në ato çaste brenda historisë. Ligjërata tham nuk e mbaj mend ta diku ke 7-8 minutët shumë koncize dhe e fortë. Kur kam paru sa ligjërata, i kërkoi tha mirë pakuj zemzemi. Ndërkohë që nuk ishte besimtar që të themi domethënë ishte besimtar, po me la ilaha illallah me gjëra të tilla. Dhe s'mund e kisha ardhur dhe si sprovë që ta kthem te Zoti. Thot mirë pakuj zemzemi. Dhe nesër thot do të vazhdojmë prap kimion, thot dhe unë do t'ja dal saj. Dhe vërtet ja doli visa. Ka marru tash domethënë me kimio me gjitha, okay, moshë madhe, po njeriu ke babai kur nuk dorëzohet. Pse vendosa ta ndaja me ty dhe me gjithë njerëzit? Ne nuk e dim se ku është e mira. Ti mbase për këtë që ke ligjërat që ke bo, po mos ta tregoja unë, ti mbase kur nuk e ke ditë se në këtë rast ke shpëtuar dhe një jetë. Aq sa ke motivuar dhe po sa mund të ndodh, sa mund të ndodhin që ne jemi neglizhent, që nuk i bëjmë një share, që nuk e hapim një mësim, që dikush tjetër dëgjon nëpërmjet atyre gjëra dhe nesër dalim ditë gjykimit dhe themi prej ka këto sevap o Zot. Dhe thot prej asaj ligjërate, prej asaj shpërndarje, prej asaj gjëra. Kështu që vëllezër e motra unë nisa me një ngjarje të vërtetë dhe betohem Zot që e ka qenë base e kam shkurtuar nga ana emocionale për të mos ju marr kohë, unë e di që keni qejf dëgjoni Elvisin dhe jo mu, por gjithsesi po ju them, për Zotin e mot, shpërndajeni dhe fitoni sevape pafund, sepse sot do të vazhdojmë përsëri me pjesën e dytë të historisë së Sulejmanit alayhi salam dhe pikërisht do të dalim tek surja El-Sad, ajeti 30. Ne i falëm Daudit dhe Sulejmanit
Ne i falem Dautit Sulejmanin. Në rregull, ne i falem Dautit Sulejmanin, një rob të mrekullueshëm, ai drejtohej gjithnjë me pendesë Zotit. O wahabna li Daude Sulejman. Dhe ne Dautit i dhuruam Sulejmanin. Po pse përmend Zoti vetëm Sulejmanin, se Dauti ka pas shumë fëmijë? Përmend Sulejmanin sepse Sulejmani e trashëgoi dhe nga aspekti gjenetik i gjakut, por Sulejmani e trashëgoi edhe në pejgamberllëk. Kishte dy trashëgimi. Kishte trashëgimin e profetikës, e cila gjithmonë pejgamberët, një nga ëndrat që kanë pas, kanë qenë që të kenë trashëgimtar në besim. Në një rast tjetër ka thonë, këtu thotë e dhuroi Zoti, ja dhuroi Dautit Sulejmanin, se me një sure tjetër thotë e trashëgoi. E kanë trashëguar edhe fëmijët e tjerë në pasurinë, në gjëra që ai kishte personale, por këtu është fjala për pejgamberllëkun. Sulejmani ka trashëguar nga Dauti alayhis salam edhe pushtetin e mbretërisë, edhe pushtetin e fuqisë që kishte Dauti plus asaj. Qa kishte për shembull që ka përmend Zoti, po që shkenca akoma si ka vërtetuar. Wasakharna ma Daud al-jibal. I nështruam bashkë me Dautin kodrat edhe malet, yusabbih, e madhërëshin Zotin së bashku, wat-tajr, dhe shpendet. Te kjo fazë, akoma shkenca nuk e ka vërtetu, është pjesë e të ardhmes Kuranit për të vërtetuar. Vetëm s'duhet të harrojmë diçka. Nuk do të thot gjë se krijesat e tjera, vllai dashur, flasin si ne. Do e kemi shembull pak më mbrapa me milingonën. Kur thot Zoti i gjithësisë që kodrat edhe malet e madhërëshin Zotin me Dautin, mos prit që kodrat dhe malet apo shpendët apo krijesat tjera të kenë të njëjtën të folur siç flasim ne. Po. Janë komplet me ligje, me rregulla që ja ka vendosur atyre Zoti, po në fund rezultati është i njëjtë. Siç do e flasim, do japim një studim të 2024-s për milingonën, që është enkas për të shpjeguar në mënyrë brillante atë që ka ndodhur para afërsisht 3000 vjetëve me Sulejmanin dhe e shpallur në Kur'an para 1450 vjetësh, por studimi është në një nga shkollat universitetet më të mira të Anglisë, kurse historia është vetëm një ajet në surën Neml me Sulejmanin. Pra, Sulejmani i trashëgoi këto nga babai. Pra kuptimin e madhërimit të kodrave të maleve, shpendve me radhë, por Zoti i gjithësisë ja shtoi Sulejmanit edhe më shumë. Siç e kemi pak më mbrapa ka ajetet, po ajo që bën përshtypje këtu, ti e përktheve ni'mel abd, një njeri i mrekullueshëm. Innehu awwab, ai kthehej gjithmonë tek Zoti. Pse ishte Sulejmani dhe Ejubi po në këtë sure, flet më vonë, mbas Sulejmanit flet për Ejubin a.s. Vetëm për këto dy pejgamber, e kemi përmend dhe herë tjetër, ka thonë dy njerëz mrekullu, i ka lavdëruar vetë Zoti i gjithësisë. Nuk ka gjë më të bukur. Se sa vetë krijuesi i gjithësisë të vën vulën e njeriu të mrekullueshëm. Dy njerëz të sprovuar në dy ekstremet e tyre. Në ekstremet, njëri në smundje, shumë mëdha, përse tjetri gjithë botën. Tani, një person me autoritet në këtë botë, po them një president, një kryeministër, një mbret, me dëgjuj që thotë që ka thonë për ty sa njeriu mirë është ai, nuk hiqet nga mendja, të bëhet qefi shumë. Kurse për Sulejmanin edhe për Ejubin alayhis salam, për të dy ka thonë sa njeri i mirë ishte ai. Mbyllet ky ajet thotë ai kthehej gjithmonë ke Zoti. Tani, ku është defekti me besimin tonë? Ne ka raste për 2 lekë shesim Zotin. Ka raste që njerëzit për pak pushtet e harrojnë Zotin. Ka njerëz për gjëra kot, që janë gjëra shumë të vogla, nuk ja shprehin Zotit madhërinë dhe bëjnë mëkate ditën edhe natën. Sulejmani ishte më i predispozuari për të harruar Zotin. Imagjino si Ahabi dhe ishte i pari tokës. Unë mendoj edhe në bazë atyre që thënë dhe shumë dietar, nuk ka pas nga Ademi alayhis salam. Dhe derisa të shkatërrohet kjo botë, s'ka pas njeri më të pushtetshëm se sa Sulejmani alayhis salam për të mirë. I vetmi për mendimin tim që do ta garoj është vetëm Dejjalli në të keqe.
Sepse do Dexhalli do ketë fuqi të jashtëzakonshme derisa do e ngjalli njeriu e vdekur. Pra Sulejmani në anën pozitive ka pas hapësira, siç do i përmendim sot, që janë të jashtëzakonshme, nuk do t'i gjejmë në asnjë personazh tjetër, qoftë Kuranit, qoftë historisë që ne njohim. I vetmi, por që është në anën negative, Mesihu Dexhal, Mesihu i rrejshëm, i cili dha atij do t'i jepen fuqi të jashtëzakonshme në kohën kur ai do të vi, derisa do të arrijë që edhe atë i cili është i vdekur ta ngjall. Kjo është i fuqi e jashtëzakonshme. Tani, pse lavdrohet kaq shumë? Se i kishte të gjitha vëlla, i kishte të gjitha gjërat e kësaj bote dhe ai gjithmonë i rritë mendja ke Zoti. Siç ne e përmendëm që kur i erdhi froni Belkhisës, që e përmendëm dje, ai direkt e madhëroi te Zoti. E thotë kush e madhëron Zotin dhe e falenderon e ka për veten e tij. Kush e mohon ka bërë dëm vetë, Zoti s'ka nevojë për asgjë. Dhe po patë mundsi pak ajete më tej. Po. Do dalësh Ne vum, thot, në sprov Sulejmanin dhe vendosëm në fronin e tij një trup, por ai u drejtua Zotit. Çfarë është kjo? Vendosëm një trup. Çfarë sprova? Po. Ola kat fatanna Sulejman. I dham një sprov të madhe Sulejmanit. Sulejmani kishte trashëguar nga babai mbretëri të madhe. Zoti i Madhnushëm njerëzve që kanë shumë pushtet dhe që kanë gjëra shumë në dorë, her pas here i jep leksione kur i don. Qofse shef një njeri që ka shumë para, ka shumë pushtet dhe e sheh që asnjëherë nuk sprovohet, Zoti nuk e don atë. Se po e lën që ai të humbin atë që ka. Kurse njerëzit që Zoti i don i farkton ato. Tani, Sulejmani alayhis salam trashëgoi gjithë atë mbretëri. Zoti i dha i leksion që i dha një smundje shumë të rëndë. Sa rinte në fronin e tij dhe si ishte i Zotit ta drejtonte mbretërinë. Allah. Po. Prandaj thot, ai rinte në fronin e tij mbretëror dhe si ishte i Zotit ta drejtonte mbretërinë. Allah. Po mori leksion të madh. Kush ishte leksioni? Leksioni i Sulejmanit alayhis salam ishte që mbasi u bë pak më mirë, ai e kuptoi që nëse i madhi Zot të smunga, atëherë s'pas ka vlerë asgjë. Mund të jesh dhe mbreti i botës. Por në të njëjtën kohë, ai e dinte se ishte shumë i sinqert që ky i madhi Zot, për aq kohë sa të pas kalon, ti mundohu të bësh sa më shumë mirë dhe bëri dy gjëra. U bë pak më mirë? Po ta shikosh ajetin thot ka thënë Rabbi gfirli. Po dhe tha Zoti më fal. Më fal mua. Kjo është edukata besimtarit. Po. Ai s'kishte po asgjë, biles vetë smundja është falje mëkatesh. Por edukata, si thot profeti jon, 100 herë në ditë i them Zotit më fal dhe pendohem tek ti. Allah. E dyta, nga që e pa që njeriu mund smuhet, mund vdes, është i përkohshëm, pushteti s'duhet na gënjejnë, ka bërë lutjen më të famshme në historinë botërore. Ka thonë Zot, më jep mua pushtet që zot ta ketë askush tjetër, ti je dhuruesi më i madh. Dhe kjo çai ka bërë? Kjo i ka bërë që Zoti ja hapi çelësat e fshehtësisë tokës. Nuk ka pas gjë në sipërfaqen e tokës mos ta kishte të nështruar me Sulejmanin. Dhe po ti lexosh ti pak ajete, 2-3 ajete, nxjerrën pas se çai nështroi Zoti Sulejmanit. Pastaj ne janë nështruam atij erën që të frynte me urdhrin e tij, andej nga të donte ai. Era çfarë ishte? Era ishte, siç e shpjegon ajetet tjera, brenda një paradite, si me avion sot, Sulejmani bën të udhëtimin vetëm më të largët edhe vite brenda një paradite. Kur udhëtimi ishte 1 muaj dhe më shumë. Ja nështroi erën që lëvizte kudo në botë brenda paradites krynte udhëtimin. Si avioni sotëm. Gjithashtu janë nështruam edhe shejtanët djajt, nëpërmjet të cilëve kishte ndërtues dhe zhytës në ujë, si dhe të tjerë të lidhur në pranga. Ne i tham, po. E para, shejtant morën informacionin dhe lajmin që tashmë ka një të parë toka. Ka 2 alternativa për to. Shejtant janë mbrapsht. O do t'i binden në mënyrë rigoroze ose do të lidhen pranga. I kishte në dorë. Sulejmani ka pasur fuqi ndaj shejtanëve dhe xhinëve sa mesin e gjithë shejtanëve i thotë digju dhe u diqte në vend një shejtan dhe e kishin frikë Sulejmanin shumë, siç do e shpjegojmë kur erdhi koha që vdiq. Allah. Dhe shejtan që ju bindshin i çote kudo në botë me çdo lloj detyre dhe ato ju bindshin në mënyrë rigoroze, jo nga kënaqësia, nga forca që i kishte dhënë Allahu Madhnushëm.
Kurse ato të cilët nuk ju bindshin, thot, lidheshin pranga dhe leheshin atje të vetmuar. Këtë fuqi ka pas. Erën një, edhe tani thot shejtanet i bindeshin atij. Edhe komunikimin, me gjithë shpendët. Do vim aty. Sa ta mbarojmë edhe ajetin e fundit. Kjo është dhurata jonë për ty. Prandaj jep lirisht, ose mos jep gjë prej saj, sepse nuk do të kesh kurfar llogarie për këtë. Kjo është një plus i madh. A di çfarë ka thonë? A kupton çfarë ka thonë? E ke gjithë botën në dorë, bëj çfarë dush, nuk të vetë as i lloj detyre. Ip çfarë dush, mbaj çfarë dush, shijo çfarë dush, ta ka bëu Allah dhe ka thonë Zoti i gjithësisë. Allah. Ja e ke ajet Kurani. Jep ose mban për vete, nuk ke llogari. Pra derdhi mbi Sulejmanin një mëshirë të jashtëzakonshme dhe ajeti i fundit thot wa inna lahu indana lazulfa husn al-ma'ab. Dhe ai tek ne thot ka një vend të lartë, pra i siguroi dhe xhenetin, se ishte shumë i sinqert. I siguroi xhenetin dhe gratë shumë të lartë. Tani po të shohësh gjë me shumë interes. Ne vëlla duhet lutemi shumë që të na pranohet lutja. Sulejmani vetëm një fjali ka është lut, ka mjaftu. Sulejmani ka thonë o Zot, më pushtet, më fal, dhe më pushtet që nuk e ka askush përpos meje, ti je dhuruesi. Ka mjaftu. E ti çfarë po kuptoj nga të gjitha këta? Nga të gjitha po kuptoj domethënë që e ka kalu çdo gjë me sprovën. Pra në momentin që është sprovu, e ka kalu, dhe që në atë moment mas atij momenti edhe i është pranu lutja. Sepse dhe i është hap. Sepse lidh poshtë më thon prap me Jupin. Që thot, kur ju lut Zotit vetë, me të vërtetë ka goditur djalli me mundim dhe vuajtje. I ka dhënë zgjidhje. Biri, pavarësisht domethënë kohës së gjitha, por te pjesa e sinqeritetit është pastaj është hap. Lidhen të dyja. Dhe Jupi me një fjali. Zot më ka godit dhëmbja ti më mëshirus i mëshirusve. Mbaroi Nuhu alayhis salam. Inni maghlubun fantasir. Jam poshtur, më ndihmo. Çdo gjë mbaroi. Sepse pejgamberët kanë qenë njerëzit më të zgjedhur Zotit, dhe ai shumë përkushtuar, dhe ai zemër të sinqert sa kur kanë bërë lutje s'ka pas as i pengesë me i shkut madhit Zot. Tani, që mos dalim jashtë Sulejmanit alayhis salam. Tani pejgamberët ne duhet t'i shjapim hakun, është kështu apo jo? Pejgamberët kanë qenë njerëzit më të mençur, më të zgjuar, më vizionar që ka pa historia e tokës. Qofse shef në një musliman sot çuditshëm, që as nuk studion, as nuk lexon, as nuk mediton, as nuk reflekton, edukat le për të dëshiru, fjalën e ka të vrash dhe nxjerr të keqen para të mirës, s'ka lidhje me pejgamberët. Sulejmani alayhis salam, që i vogël, Dauti alayhis salam e përzjodhi në mendjen e tij nga fëmijët dhe e merrte Sulejmani atje ku gjykonte çështjet e njerëzve. Dhe ka shkëlqyer 2 herë. Thot Zoti në Kur'an, wa Dauda wa Sulejman idh yahkumuna fil harthi il nafashat. Përkujtoje Dautin dhe Sulejmanin kur gjykun bashkë një çështje. Çfarë ishte çështja? Njëri nga personat, kafshët e tij kishin kaluar tek komshiu dhe ja kishin shkatruar gjithë bimët, gjithë ushqimet, gjitha çfarë kishte mbjellë ai. Dhe erdhën të dy para Sulejmanit, para Dautit. Dauti e mendoi dhe tha, të gjitha kafshët që kanë bërë dëmin në kopshtin e komshiut, i takojnë atij se ja ke shkatruar të mbjellat. Sulejmani, a jemi të folë për zgjuarësi, pra për mençuri që mungon sot më shumë se çdo herë tjetër tek muslimanët apo jo? Sulejmani shumë i edukuar, u afroi ke Dauti alayhis salam, tha, bab, ti më ke dhënë leje me fol. Tha po, unë do kisha një mendim tjetër. Tha fol birë, pra Dauti atë donte. Tha unë mendoj që ti ke shumë drejtë, se ishte shumë i zgjut. Këto kafshë ti kalojnë me të vërtetë komshiut, po jo për gjithmonë. Komshiu tha do t'ja lej kafshët dhe do merret me të mbjellat që i ka shkatruar. Po kur të mbjellat dalin dhe të përsëritet ashtu siç ishin, ai tha duhet m'ia kthy kafshët. Zoti ka thënë fa fahemnahu Sulejman. Në këtë çështje megjithëse ja qelloi Sulejmani. O kullun atayna hukman wa ilma. Po të dy atyre i kishim dhënë mençuri edhe dituri të madhe. Wa sakharna ma Daud al-jibal, dhe Dautit ja kishim nënshtruar thot kodrat edhe malet ju sabihna ma tërëshin Zotin edhe shpendët bashkë me të, unë e bëja këtë thot Zoti gjithësisë në Kur'an.
Kurse një herë tjetër ka qenë shumë interesant, dy nëna lindin dy fëmijë. Para se dalësh ke gjykimi, Dauti kur e madhëronte Allahun deri te shpendët, dhe gjë, nuk e njifte gjuhën e shpendëve. Prit, do dalim kur të jemi kemi lingona. Po flas për Dautin, jo për Sulejmanin. E njëjta gjë është. Kur të shpjegojmë milingonën, do kuptojmë krijesat e Zotit përgjithsisht. Pra, Zoti thot, bashkë me të e madhërëshin Zotin, ato kodrat dhe malet edhe shpendët. Forma se si, akoma shkenca s'ka arrit. Kur të shpjegojmë çështjen e milingonës, do dalim konkluzion se çfarë gjuhë dhe çfarë lidhje kanë ato me njëra tjetrën për të kuptuar një botë që është më e gjerë se sa e njeriut. Por, jemi ke zgjuarësia e Sulejmanit. Prandaj lut Zotin e gjithësisë që të na japi fëmijë të mirë dhe të mençur, dietar, shkencëtar dhe hafiz Kuranit famlar. Amin. Sepse e mira që niset duhet vazhdojë me pasardhësit tonë. Zoti na i përmirësoft, ato po kalojnë sfida shumë të mëdha për hir të vërtetës, po me Zotin para s'ka asnjë vështirësi. Inshallah vëllezërit dhe motrat që na dëgjojnë jemi live. Edhe inshallah pak më mbrapa do t'i pyesim nga janë, apo jo? Mos fillojmë që tani. Florida, Gjilani, nga të gjitha vendet e botës. Vetëm se shoh kot kapa i ajet, njëri Olti thot, këtu është e lejuar 10-15 minuta pas imsakut, vlla pa problem. Ja, ne pa dash ta rëndoj këtë vlla, ne folim për fen, gjithë jemi dietar. Vlla mos e merr për keq se ti e duke na ndjek Zotit begatoft, s'duhet me fol çdo kush për fen. Ishte njëri po i pushonte zemra. Dakor? S'kishte kardiolog aty. Foli njoni. Tha se s'ka problem. Nuk e pranon. I tham pusho. Se ti s'merr vesh nga zemra. Prandaj është shumë kujdes ne duhet me pas me fol çdo kush për fen. Se kjo bon pastaj që të fliten çuditëra edhe mos të kuptohet asnjëherë urtësia dhe mirësia dhe begatia. Vetëm fe flasin gjithë. Për zemrën flasin vetëm ato që kanë studiuar për zemrën. Për shikimin okulistikën flasin vetëm ato që kanë studiuar për shikimin e përsyt. Vetëm për fen, s'ka problem, valla, haj gjysore mrapa se nuk ka problem. Po ç'ke më shpirt. Lejet flasin ato që duhet flasin. Për çdo fush, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Pyesni zotët e dijes kur nuk dini. Për çdo fush ka njerëz që janë kompetent për atë. Pra do shumë kujdes, e kapa nuk duhet që ta rëndoj vllajin, po feja është me merak, është amaneti më i madh se me fe, po se kuptove hum këtë botë dhe botën tjetër. Ti mund të flasësh, por mund t'i humësh njerëzit. Ne jemi mbledh këtu për të folë diçka të mirë, për t'u shpërbly, po mund të flasësh edhe diçka që ka thënë profeti hidhrohet Zoti dhe 70 vjet shkon në xhenem. Mos vlla dhe motër të begatofti i madh i Zot, mos folni shumë për Allahin, për haramin, flisni për çat doni, për moralin, për xhenetin, për xhenimin, dhe me bëna një gabim s'ka problem. Për Allahin dhe për haramin të vendosësh për Zotin atë që ai mund mos ta ke thonësh nga gjinafet e mëdha. E kapa nga një mesazh, mos shkëputemi nga. Po jo, më tepër ishte edhe për t'regu që jemi live. Edhe për t'regu që jemi live. Jemi live. Po. Tani, çka ka i gjë të bukur me Sulejmanin përsëri? Si jemi ke mençuria. Te mençuria. Dauti duke gjyku me drejtësi siç e kishte urdhëruar i Madhi Zot. Pra ishte mbret dhe gjykatës i drejtë. Dy nëna lindin fëmijë. Njëri nga fëmijët vdes dhe njëra nga gratë, nga sikleti i madh, nga turpi i madh, nga dëshpërimi i madh, desh të përfitoj fëmin e nënës tjetër. Dhe lindi i debat, por aty s'kishte dëshmitar. Dhe vim përpara Dautit a.s. Sulejmani aty. Donte Dauti ta mësonte djalin që nesër, kur ai të merrte pushtetin, ai të gjykonte drejt si babai i tij. Dhe vin. Dhe i thonë që të dyja pretendojshin që fëmia është edhe njëra dhe tjetra thotë fëmia është imi. Dhe Dauti mbeti shumë vështirë se s'kishte dëshmitar. Dhe kur s'ka dëshmitar, dhe dy njerëz pretendojnë njëjtën gjë, është shumë e vështirë, atëherë s'kishte shkencë që mund të shikosh analizat gjenetike me radhë. Dhe mbeti Dauti a.s. Kur nuk po gjente zgjidhje, tha, o bab, i tha Sulejmani, a mund gjykoj unë? Po më birë, tha, po kujdes se mos të bësh në i gabim, se çështja, tha, nuk është e qartë.
Pra kishte frikë Zotin me gjyku për gjë që nuk e dinte, se nuk është e lehtë të jap fëmijën asaj që s'është nëna vërtetë të lesh nënën e vërtetë. Jo tha bab se ka zgjidhje të thjeshtë. Dhe u çuan këmbë, shkoi mori i thik, u afru ke fëmia dhe tha është e thjeshtë. Do ta ndaj fëmijën tha në gjys, dhe gjysmë ta mori njëra, gjysmë ta marri tjetra dhe ja ku u vu drejtësia. Kjo që ishte nëna vërtet, ndërhyri në çast. Se e ndjeu. Kështë tjetra dhe gjysë e merte, vetëm mos ta merte kjo. Po, se kishte të vetin. Dhe ndërhyri nëna vërtet i tha, jo, tha, jepja asaj, vetëm mos e therr djalin. A, kështu është i tha Sulejmani, po, fëmia është jot, i tha se nëna flet në këto raste. Pra gjente zgjidhje dhe gjente forma, se ishte i vogël, po flas ka qenë i ri shumë kur jep të këto përgjigje. Zoti thotë wa kullun atayna hukman wa ilma, edhe Dautit edhe Sulejmanit i dham mençuri dhe i dham dije të mëdha për të gjykuar dhe për të drejtuar, se po flasim për perandori, po flasim për mbretëri. Dhe nuk mund drejtohet i mbretëri ose i perandori me njerëz të paditur. Për këtë arsye Sulejmani alayhis salam ishte njeri i veçantë dhe bota nuk ka parë të dytë për nga pushteti, për nga hapësirat, për nga sekretet që janë hap këtij njeriu në mënyrë të jashtëzakonshme, qofse mundemi do të dalim kur Sulejmani alayhis salam në kulmin e pushtetit i ndodhi ngjarje me milingonat në luginën që po kalonte. Po, sura Neml, kur arritën në luginën e milingonave, një milingon tha: "O milingona, hyni në banesat tuaja, që të mos ju shkel Sulejmani dhe ushtria e tij duke mos ju parë." A i vuri buzën në gaz, duke qeshur... Po, jo, këtu i pra. Okej. Se dalim aty, ajo është koncept tjetër, që a thot mbasi kalon kjo. Tani, tekstualisht ajeti është foli, mbretresha, dhe është kalet nemletun, arabishtja ka kale është mashkullore, qofse i shtohet një të, bëhet femrore. Dakord? Nemle është mashkullore, nëse i shtohet një të, bëhet femrore. Këtë dyja raste të shtu të-ja, pra flitet ajo që i drejton të milingonat është mbretresha, e para është femër. Po t'ja përmbledhjen e ajetit. Qalet nemletun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum. I thot hyni në vendbanimet që i kemi ndërtuar vetë për këto ditë të rrezikshme. La yahtimannakum Sulejman, nuk është mos t'ju shkel, po është mos t'ju thyej. Yahtimannakum futen çdo fjalor, në çdo Google, çdo translate është thyrje në origjinal. Mos t'ju thyej Sulejmani dhe ushtria e tij duke mos e hetuar. Dakor? Kjo është koncepti i përmbledhur i këtij ajeti të Kuranit. Surja është emërtuar surja e milingonës për këtij rasti. Deri me 20 shtator 2024, njerëzit që s'kan besu Zot kanë qesh me Sulejmanin dhe me milingonën. Nga 20 shtatori i 2024-s deri sa jemi sot, deri 10 mars, ne do të qeshim deri në kiamet. Pse? Universiteti Bristol në Angli, një nga 10 universitetet më të mira të Anglisë, një nga universitetet më të mira të 100 universitetet më të mira në botë. Në 20 shtator 2024 nxjerr një artikull i cili sa na bën krenar për pikmërinë e Kuranit, na bën turp që e zbulun ato dhe jo ne si musliman, to e pas në librin e shenjtë, turp më të madh nuk ka me na mbulu neve si musliman, 2 miliard që jemi në botë. Ç'a kemi bë? Kur ato në Bristol kanë filluar të studiojnë për milingonën, e kemi qenë të pi macchiato, të gjyku njerëzit ç'a janë të bë. Ç'a bëjmë ne? M'fal, ç'a bëjmë ne? Ku janë laboratorët tonë? Ku janë studimet tona? I madhi Zot në Kuranin famlar ka përmend shumë kafshë, shumë insekte, shumë shpend. Pse? Për të studiuar pra. Universin tokën. Sot ke dokumentar pa fund për shpendët, për kafshët, për insektet. Musliman nuk i kanë zbuluar ato, i kanë zbuluar ato që janë musliman. Ndoshta s'besojnë Zot fare. Kjo të mbulon me turp. Por ne jemi ke ai libër që të nderon, Kurani. Tani, në Bristol, në Universitetin Bristol bëhet një studim. Çfarë bëhet? Krijohet një laborator i madh. Vendosen kamerat
dhe skaneret mikroskopik. Për studiu veçanërisht milingonën pa e ditë që ka fol Zotin Kur'an për Sulejmanin. Çfarë ndodh? Do vendoshin një tuftë madhe milingonash duke i kriju kushtet e tokës. Unë kam kush det nga ato që na dëgjon e kam linkun këtu. Kush dëshiron t'ia dërgoj linkun, ta lexojë në gjuhën origjinale angleze dhe ta shohë që është 20 shtator 2024. Nga një lugin i marrin milingonat dhe i vendosin në laborator me kushtet e tokës, si me qenë lugin. Dhe vetëm se ishin monitoruar me kamera dhe me skaner mikroskopik, që mos të kishte asgjë që t'i shpëtonte. Dhe vendosin palën e parë të milingonave. Do thush ti çfarë është gjëja e parë që kanë bërë milingonat? Nuk kanë bërë as i veprim tjetër, vetë se kanë zgjedhur mbretëreshën, gjëja e parë që kanë bërë atë që thot sura Naml. Zgjedhin parin. Të parin dhe është gjithmonë femër mbretëresh, e cila vetëm asaj i ecet fjala, se unë pastaj kam bërë studim dhe më të gjerë, dhe vetëm asaj i ecën fjala në ato shtëpia dhe folet nën tokë që janë hotele me 5 yje. Mbretëresha ka suitën e vet më të madhe më të mirë. Milingonat e tjera nuk lejohen shumohen, vetëm ajo lejohet shumohet mbretëresha. Zoti gjën e parë që ka përmend kur Sulejmani ka qenë duke kalu me ushtrinë e madhe në atë lugin, Zoti e din ç'a pushteti dhe çfarë dimensionesh ju hapshin këtij njeriu sa ka dëgjuar dhe ka pa milingonën dhe e ka përkthyer atë që ka fol. Allahu Akbar. Sulejmani e ka dëgjuar që një milingon mbretëresha e para, si në universitetin që po flasim që është bërë studimi, gjëja parë, thënë shkencëtarët, në 20 shtator 2024, deri në 2024 kanë qesh me këtë ajet. Kanë thonë, Kurani tani Sulejmani fliste me milingon, kuptonte milingonën. Të mençurit e botës. Mas 20 shtator 2024 deri në kiamet qeshim ne. Allahu Akbar. S'ka diskutim. Gjëja parë kanë zgjedhur siç e thot në surën Naml, gjëja parë kanë zgjedhur një të parë që është mbretëresha e tyre femërore gjithmonë siç e ka përcaktuar Kurani. Gjëja dytë, në ato kushtet e laboratorit, kanë pas dheun, i kanë pas gjitha, gjëja dytë që kanë bërë, kanë ndërtuar shtëpiat e vet. Si i tha, futuni në shtëpiat që kemi ndërtuar, që mos t'ju thyejnë Sulejmani dhe ushtria e tij, duke mos ju hetuar ato juve. Dhe njëjtën gjë kanë bërë edhe në këtë laborator. I kanë bërë shtëpiat e veta, hotel me 5 yje si gjithmonë, punojnë në mënyrë inxhinierike të jashtëzakonshme. Sa njerëzit për shembull Google Maps dhe disa drone po kopjohen milingonat për t'i bërë ato. Aq precize janë. Allahu Akbar. Po, e treta. Tani është gjë shumë e çuditshme. Edhe ne si musliman 1450 vjet i kemi besu këtë ajet pa e ditë. Vetëm se e ka thonë i madhi Zot në Kur'an. Çfarë është ajo? Milingonat pas kanë gjuhën e vet. Milingonat komunikon kanë. Milingonat pas kanë një të parë që jep urdhra. Kjo e parë që ato e vendosin është më zgjura dhe jep ka leksione që ato të ruhen nga rreziqet. Është kështu apo jo? Po mirë, shtrojmë një pyetje, çfarë na thot shkenca bashkëkohore, si flasin milingonat? Flasin milingonat siç flasim ne njerëzit? Jo. Milingonat flasin me metodën e feromoneve. Çfarë janë feromonet? Feromonet janë kimikate që prodhohen në gjëndrat e milingonave që dalin dhe kanë aromat ndryshme, përthithen nga antenat e milingonave tjera dhe në sekond përkthehen dhe kuptohen nga milingonat e tjera. Kjo është studimi i fundit shkencor. Feromonet janë kimikate aromantike që krijohen brenda gjëndrave të trupit të milingonave. Kur dalin këto kimikate në çast, përthithen nga antenat e milingonave tjera në çast dhe ato e kuptojnë se për çfarë flitet. 20 lloje feromonesh, 20 lloje kimikatesh prodhojnë trupat e milingonave. Një për shembull kimikat aromatik është për rrezikun, një kimikat tjetër tregon rrugën ku është ushqimi, një kimikat tjetër është kur po vjen armiku, një kimikat tjetër është kur vjen një grup milingonash që kanë kimikate të tjera dhe ato e njohin që kur vjen tek dera e tyre. Ky kimikati mund të ketë edhe përkthime ndryshme brenda. Tani çmenduria është si e kuptoj, imagjino se shkencëtarët kanë arritur deri këtu. Kanë arritë kuptojnë se si komunikojnë milingonat, jo si ne, me korda zëri. Edhe ka nevojë për ajër, për shembull ai din që po të dalësh 100 kilometra në hapësirë, s'ka ajër. Dhe ti mund të hapësh gojën sikur po flet, po në fakt ngjahet qesharak se nuk dëgjohet asgjë.
Kushtet për të folur dhe për të kuptuar ne janë vetëm tokë. 100 kilometra me të qenë duke të vrarë, me ndjerë dhimbje të jashtëzakonshme, hap gojën, asgjë zgjohet se s'ka ajër. Ajri është elementi kryesor që ne dëgjojmë kur flasim me njëri tjetrin. Milingonat s'kan nevojë për këtë. Biles shkencëtarët thonë, komunikimi i tyre nëpërmjet tyre kimikateve është më i përsos se sa gjuha që flasim ne. Pra, kur themi edhe për kodrat, do vi që do zbulohen, kur themi për shpendët, do vi koha që do zbulohen, mos prit që ato të kenë gjuhën si tonë nëpërmjet kordave të zërit dhe të flasin kështu si njerëzit. Çdo krijesë ka ligjet e veta, specifikat e veta. Milingonat e kanë nëpërmjet feromoneve ose kimikateve aromatike që ato kuptohen. Çdo kimikat ka aromën e vet dhe ato e kuptojnë e përkthejnë çast dhe e zbatojnë. Dakor? 3. A thot për mësurën Nemel që foli mbretëresha dhe e kuptuan ato nëpërmjet kimikateve aromatike që kanë. Kur ajo i ka folë për rrezikun, janë kimikate të veçanta që dinë milingonat e tjera. Kur është ky kimikat, ka rrezik për ne. Janë fut dhe janë rujt nga ushtria e Sulejmanit që mos t'i thyej ato. Tani, po, argumenti 4 në një ajet Kurani. Eshtra e milingonave, biles, po të shohësh që ato në shkencëtarët thonë është si një guaske brisht, e cila është goxha elastike. Nëse sipër saj është një rëndes mesatare dhe e vogël nuk e thyn. Po nëse diçka që i kalon sipër ka presion shumë të madh, si ushtria e kuajve të fuqishëm Sulejmanit, ajo e shkatron dhe e ngord në mënyrë graduale. E thyn, e shkatron dhe pastaj ngord. Është përmend yahmiton e thyen dhe ashtu është realisht kur diçka me presion shumë të madh e godet milingonën, në fakt e thy dhe pastaj e ngord. Nga 20 shtatori 2024 ne kemi drejt me thonë qofshim fali madhi Zot, por këto detajet mrekullueshme që i pas e shpjeguan Kuranin famlart, u pas kanë dash minimalja 1450 vjet që ne me kuptu se si funksionon bota e milingonave dhe me thoni madhërueshëm një o Zot që na mësove këtë nëpërmjet një profetit madh si Sulejmani. E çuditshme tani është Sulejmani ka pas mos këto kimikate nuk duken me sy. Këto kimikate duken me skaner mikroskopik. Sulejmani ka pas mundësi që t'i shikoj këto kimikate dhe t'i përkthej dhe të kuptoj çfarë janë duke biseduar milingonat. Këtë fuqi ka pas. Kështu e ka kuptuar shpendët, kështu i ka kuptuar shpendët, dhe kështu baba i vet madhëronte Zotin dhe kodrat dhe malet në formën që do ta mësoj njerëzimi kur shkenca të ecë edhe pak përpara. Nuk ka gjën këtë Kur'an famlart, i qofshim fal të madhit Zot, nuk ka gjën këtë Kur'an famlart që është përshkruar dhe skuptohet sot, nuk do bëhet kiameti pa u kuptuar se ky Kur'an ka ardhur për njerëzit. Do t'ja u bëjmë qartë argumentet tona në univers edhe në veten e juaj derisa të bindeni që ky Kur'an është i vërtetë. Kush ja mësoi Muhamedit alayhis salam për milingonën? Në universitetin që folëm kanë qenë me 10 shkencëtarë, të cilët kanë marrë informacion të përgjithshëm derisa kanë arritur në këtë konkluzion. Dhe bile studimi nuk është bë për të nxjerrë ajetin e Kuranit. A di për çfarë është bë studimi? Studimi është bë sepse mas milingonave normale kanë futur disa milingona me infeksion. Dhe a di çka ka ndodhur? Ishin shumë inteligjente. Milingonat që hyn me infeksion kanë bërë burime të tjera nëntoksore për të jetuar dhe kanë net gjithmonë larg derisa i ka ikë infeksioni, nuk ja kanë dhënë milingonave të tjera, siç bëjmë ne për Covidin. Deri në këto instinkte i ka dhënë i madhi Zot. Përgjegjësia maksimale. Milingona, po flasim që ne nënvlerësojmë, ku ka gjë që ka krijuar i madhi Zot që kemi ne dënsimin që ti nënvlerësojmë. Çdo gjë është super e mrekullueshme që ka krijuar Zoti. Prandaj ka përmend Kur'an, siç na nderon libri i Zotit. M'fal, lutem. Nuk e kemi pas ne për borx, çfarë mendon ti? Nëse e ka përmend Zoti aty, nuk e kemi pas ne për borx me zbulu këtë punë? Nëse flasim për Islamin, kështu se po kemi ne siç po flasim podcast po. Ore Zoti ja shpërbleft shkencëtarëve në Bristol. Ne që e kemi lexuar 1450 vjet, pse nuk e kemi zbuluar ne kur Zoti na ka thënë Kur'an? E kemi pas ne për borx sepse nëse ky universitet dhe këto shkencëtarë dhe shkencëtarë tjerë që kanë studiuar milingonën, kanë nxjerr konkluzionet e veta, nuk kanë pasi referencë. Ti zotëri e ke referencën aty. Atëherë po ta ndërtoj pyetje ndryshe. Po, çfarë ndodhi me muslimanët kur ishim ne të parët në shkencë
dhe si e lam neve këtë pjesë në një pjesë të historisë. Ne ishim vërtet ato lokomotiva e shkencës, e matematikës, e astronomisë e gjithçka. Në dy drejtime. Çfarë ndodhi? Në dy drejtime. Qendra e madhe e Bagdadit, Darul Hikme, Ebu Musa el Muhammed el Khawarizmi. Tu jemi ke Islami që ti po flet. Islami real, pra. Islami real që do kishte zbulu sot milingonët, do kishte zbulu të gjithçka. Darul në Bagdad, kur e qendra botës islame dhe botërore. Dakor. Bagdadi i famshëm. Nuk mbarojshin spitalet, bibliotekat. Atje në Darul Hikme, si me thon NASA sot, i pari ishte Muhammed ibn Musa Khawarizmi, i cili nxori lëndën e algebrës që u zhvillu bota. Ishte drejtor i NASA-s i këtij instituti quhet Darul Hikme, shtëpia dhe biblioteka e mençurisë. Në të njëjtën kohë në Cordova, të Andaluzisë, shpërthente në mënyrë të jashtëzakonshme shkenca, gjelbrimi, kultivimi, teknologjia. El Hamra, në arabisht është El Hamra, në gjuhën ton perëndimore është El Hambra. Kur ka shku Bill Clinton shive My Life, librin që ka bërë vet, i ka thënë bashkëshortes vet Hillaryt, gjëja më e bukur që ka bërë dora njerëzore është El Hambra. Gjëja më e bukur që ka bërë Zoti është në Kanada. Ujvara që rrjedh në mënyrë të mrekullueshme, kur del perëndimi i diellit s'ka gjë më të bukur që ka bërë Zoti. Për sa i përket njeriu thotë është El Hambra. Bill Clinton, presidenti i Amerikës. Atëherë Ishak Newton, i besimtar i Zotit i jashtëzakonshëm, ka njoft vetëm i Zot dhe nuk i ka bërë kur dy. Thot, unë ngrita në shpatullat të mëdhenjve. Të mëdhenjt janë El Battani, një nga astronomët më të mëdhenj musliman, i cili ka shpikur trigonometrin. Shumë yje i ka emërtu ai. Muhammed ibn Musa Khawarizmi ka marr nga optika për optikën, për dritën e elektromagnetizmit që sot është një nga 4 forcat themelore të universit. I ka marrë nga musliman, pyet cilin duash ti, futu në Google, futu ku duash dhe thuj, kush janë të mëdhejt në cilën u mbështet Newtoni, i cili për ne si perëndimor është dietari dhe shkencëtari më i madh i 1000 vjetëve që kemi kaluar. Kurse Einstein i flitet i shekullit 20, ai është për 1000 vjet, sepse ai është babai i shkencës moderne. Dhe ai e ka deklaruar vetë që ka marrë këtë dietarët musliman. Ne po flasim sot ku jeti me studimin e këtij ajeti në raport me Sulejmanin dhe me milingonën, i cili është një insekt i vogël, po me urtësi të mëdha. Siç na nderon Kurani, e turpnojnë Kuranin edhe veten e vet musliman sot. Unë i drejtohem trive dhe trejave që na ndjekin. Iku koha se është turp e TikTokut, iku koha e uljes në kafe dhe të gjykosh gjithë dynjan, ka nevojë për shkencë, dituri, arsim. Qofse duam të jemi musliman të vërtet. Qofse duam të jemi kaotik, edhe njerëz që i bëjmë barr qytetërimeve sot në botë, atëherë vazhdojmë kështu edhe vetë se ai libër do na çojmë në xhenem ditë gjykimit. Amin. Tani dalim ka ajeti tjetër, të lutem lexoj. Dalim ka ajeti tjetër, po ta morëm çik veten se ngelet u na gjujt më shpulla. Ai vuri buzën në gaz, duke qeshur me fjalët e saj dhe tha. Të lutem. Do e vazhdosh, po të lutem këtu të komentojmë këtë. Patjetër. Keni gjuhë deri në sot e buzëqeshur në të qeshur? Unë s'kam një gjuhë në herë përveç se ke Sulejmani. Allahu. Ai di si thot? Fatebessama dahiqan. Buzëqeshin në të qeshur. Ku do dalim? Nga e buzëqeshura në të qeshur, ku do dalim? Ke mesatarja islame pra. As nuk ka qesh që me çudit ushtrin, sa ato nuk e dishin që ky po e kuptoi gjuhën e milingonave, po nuk mund të rritet edhe vetëm i buzëqeshje të vogël se një ngjarje e madhe po ndodh aty që e kuptonte vetëm ai në sipërfaqen e tokës dhe ne sot që jetojmë 2025-ën. Fatebessama dahiqan min qawliha, thot buzëqeshin në të qeshur nga fjala e milingonës. Prap qawliha kur mbyllet me a është femërore, është kemërtresha gjithmonë. Nuk gabon i madhi Zot, siç nuk gabon shkenca kur është në rrugë drejt. Pra ka në Islam, gjithmonë ka mahnit ky ajet, midis të buzëqeshurës dhe të qeshurës është një e mesme. As nuk qesh me të madhe që të humbësh autoritetin, por kur ndorin gjë e madhe ka nevojë për pak më shumë se sa buzëqeshja normale. Edhe shifi fjalët e vyshme që ka thonë pejgamberi i Zotit. Dhe tha: O Zoti im, më frymëzoj që të jem mirënjohës për mirësitë që ti më ke dhënë mua dhe prindërve të mi, dhe që të bëj vepra të mira me cilën ti do të jesh i kënaqur, më pranon mëshirën tënde
në gjirin e robëve të tu të devotshëm. Ka gjë më të bukur më. Ka pa milingonën, ka pa shpendet, ka pa krijimet e Zotit, ka pa që çdo gjë është krijuar e përsosur. Dhe ka thonë, o Zoti i madh, qofsha fal. Si e kanë kontrollu vetveten? Kanë njoh Zotin. Po mendoja për shumë milingonën, duke e kuptu, gjëja parë që të kisha bote që kisha gra. More veç që tha e milingona, më, nuk do kisha ka pas do këtë qetësin kështu. Kanë njoh Zotin, me t'i patë pejgamberin, bëni natën e Miraxhit, ma zagal basaru ma taqa, as nuk devijoi shikimi, as nuk e humbi vetdijen. Ça milingone shkoi afër si drejtul me ta afër të madhit Zot që Xhebraili tha po të hudh dhe ja po ndigjem, pejgamberi vazhdoi, thot Zoti në Kur'an, ma zagal basaru ma taqa, nuk devijoi shikimi dhe nuk e teproi. A kuptoj çka kanë qenë pejgamberët, nuk kanë qenë si ne. Dhe kjo është gjë e vogël për i pejgamber. Por fjala është sa të vishme. Mbasi i kanë ndodhur kjo ngjarje, ka bërë një buzëqeshje në të qeshur dhe ka thonë, Zot, më mundso të falenderoj për të mirat që më ke dhënë mua dhe prindërve të mi. Thojnë dietarët, asnjëherë mos e ndaj veten me prindrit. Aq të vishëm janë. E dyta, kishte gjithë këtë sundim, froni i Belkisës i vinte në çast, insektet, shpendët, gjindët, erën, çdo gjë e kishte në kontroll, tonte i gjon nuk u diskutonte. Ç'a kuptoi i gjon nga kjo botë, që ne rrehemi për ditë? Sado që të kesh në këtë botë ditë do t'i lesh. Dhe çfarë thot? Më mundsoni madhi Zot, bëj vepra të mira që ti je i kënaq, se tjerat janë të gjitha kot. Sot e kësaj dite pushteti Sulejmanit ka ik veprat e mira, jo, veprat e mira do e çojnë në xhenet. Dhe e treta, dhe më bashko mua me njerëzit e mirë në botën tjetër, pra më bashko me pejgamberët, me njerëzit e sinqert, me ato që janë devotshëm, me dëshmorët edhe me punëmirët. Po ta shohësh, kjo një nga lutjet edhe një nga konceptet më të gjithëpërfshirëse të Kuranit që vjen nëpërmjet gjuhës së Sulejmanit alayhis salam, që Zoti i gjithësisë i tha, sa i mirë njeri ishte ai. Allahu Akbar. Jemi në fund, po kemi edhe vdekjen. Po, aty do kalojmë domethënë tek vdekja, sepse ka të bëjë edhe me është shumë, domethënë vdekja e Sulejmanit ka dhe shumë ironi brenda. Për atë që ne e quajmë pushtetin e djajve. Po, edhe fakt për këtë është shpjegu. Sulejmani alayhis salam ka pas shok engjëllin që merr shpirtrat. Siç e kanë takuar shumë pejgamber. Ka qenë një herë me shokun e vet. Duke biseduar me atë, vjen engjëlli i vdekjes për ta takuar. Engjëlli që merr shpirtrat. Kur vjen, gjithmonë vinte me selam e kështu, ishte pak i mrelosur. Ishte në formë njerëzore. Dhe e shikon Sulejmani, si ishte si gjithmonë. Neti pak edhe iku. Ky shoku Sulejmanit i thot, a ka mundësi të ma vesh herën në dispozicion, se unë sot do shkoj një vend shumë të largët. Edhe ja jep Sulejmani. Mbas pak vjen engjëlli i vdekjes. I thot Sulejmani, nuk të pash mirë pak më përpara. Të pash që si ishe si gjithmonë. I thot ai, po pra, sa ai që gjeta këtë ty, më kishte ardhur nga i madhi Zot për t'ja marrë shpirtin në ndi. Kurse ai ishte akoma me ty, thash i madhi Zot, po ky është këtu, se disha që do ta kërkonte herën. Do të thënë kjo tregon që njeriu me dëshirën e vet shkok i ka deri Zotit. Nuk i shmanget. Do të thënë jemi te pjesa që themi e ku dalim nga kaderi i Zotit për shumë kader të Zotit. Skemi, për shkak tregohet për një, por kjo është kështu, nuk është haditha jetë kështu, po. Njëri e kishte shok engjëllin e vdekjes. Edhe mendoj se tu e pas shok dhe e shtyrën këtë punë. Vetëm kur i vjen ai me lista. Ky i pari. Ma shtyri çik, ma boj çik. Sa ai, po kjo është urdhri i madhit Zot. Po lutju, tha, se ty ta pranon lutjen. Engjëlli lutet, ky merr letër. Bon rëmuj emrat, edhe emrin e vet nga i pari e çon të funit. Edhe sa disin gjithë ato jetë sa dush, edhe ishte i kënaq. Marron lutjen. Thot tu pranu lutja, i thot engjëlli i vdekjes këtij. Ha, thot, më sa Zoti tha që ai që është i pari le të kthehet i funit, ai që është i funit le të kthehet i pari, po i pari doli ky. Nuk i shmangemi dot kaderit të Zotit. Kështu që s'ka lidhje ajo punë. Kur të na vi inshallah Zoti me iman e me besim. Kur vdekja e tij erdhi, asgjë nuk ka tregoi vdekjen e tij përveç një krimbi në tokë që breu shkopin e tij. Sulejmani alayhis salam ishte nuk e vazhdova jetën. S'ka nevojë. Sulejmani alayhis salam kishte i gjom, nëse të kujtohet më Hudhudin, ku është Hudhudi? Qofse nuk më vjen me një argument, unë e therr atë. Ishte kështu? Po, dënim. Ka qenë i rrep në drejtim. Pra ka qenë i sakt, nuk mund t'i luajë dot. Sakt. Dhe ç'a bonte?
gjithmonë ulej në fronin e tij dhe imagjino se ç'ndodhte në mbretërinë e tij. Era, gjindët, kafshët, shpendët, insektet, njerëzit, çdo gjë lëvizte me rregull perfekt. Perandoria dhe mbretëria dominante e tokës dhe i pari i tyre ja kishte hap Zoti gjithë sekretet e tokës. Dhe ndër ato që ishin në shtrum, po me shumë siklet madh ishin shejtanët, të cilët derisa Sulejmanit ju pranu lutja bëshin vetëm zullume. Kur ja nështroi Sulejmanit, ishin detyruar me bë shërbime. Ke parasysh djajt të bëjnë shërbime, e kanë jashtë natyrës vet. Dhe e kishin vujtje të madhe bindjen. Se gjithmonë ishin mësuar me i hum njerëzit, tani do ju bindshin Sulejmanit alayhis salam. Zoti kishte thënë kështu dhe siç duket ja dha çelësat e sekreteve si nështrohen ato. Nuk e dia do të vi kjo në këtë botë. Se çdo gjë që është thotë në Kur'an ka shanse që të vi. Mundet që njerëzimi të harrijë një ditë çelësat e sekreteve të kësaj toke. Po disa gjona dhe s'mund të arrim, se thot se di, se lutin e ka po, askush mas me mos ta ketë këtë pushtet. Dakor, po nuanca si me milingonën. Pra me kuptu që këto ajete janë super të vërteta. Po Zotit ja lem. Asnjëherë nuk mund të themi 100%. Dhe del në ulet në fronin e vet. Mbështetet ke shkopi vet. Se tani ishte në mosh thyer. Edhe mbështetet dhe ato kujtojnë djajt, po edhe të gjithë tjerët, mendojnë se Sulejmani alayhis salam është duke pushu. Zuni gjumi. Është duke pushu. Vazhdote puna, vazhdojshin vujtjet e atyre, dhe shejtan gjithmonë janë hap njerëzim që ne e dim të fshetën. Ne s'na shpëton gjë, ne dim dhe të ardhmen. Sa ka fallxhorë që gënjejnë e mashtrojnë nëpërmjet. Thot pejgamberi alayhis salam e morin një informacion dhe gënjejnë me 99 tjera dhe i bëjnë 100. Pra i jep Zoti i sinjal për t'i sprovu dhe ato 99 i shtojnë nga mendja vet, 99 janë gënjeshtra. Dhe vazhdojnë në mundim derisa një krimb që kishte qenë brenda shkopit të Sulejmanit e kishte konsumuar shkopin aq shumë ku mbështeste Sulejmani, derisa kur i ka dhënë fundin që është thy, atëherë Sulejmani ka rënë dhe atëherë e kuptuan që ka vdek. Dhe doli në pah abuzimi që bëjshin shejtan sikur dishin të ardhmen. Dhe gjithë fillon duke thonë njerëzit ta dishin të ardhmen, nuk kishin vujt kaq shumë, kishin thënë ka vdek Sulejmani dhe mbaroi, se ata e kishin të kufizuar vetëm për Sulejmanin në shtrimin, pastaj kanë vazhduar atë që bëjnë gjithmonë shkatrimin tokë. Dhe lindja Sulejmanit dhe vdekja e tij dhe sot e kësaj dite që e përmendim ne është mësim për njerëzimin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Historia e mrekullueshme e Sulejmanit nga të gjitha dimensionet, nga pjesa e diplomacisë që kishte, na mësoi se si komunikohet në rangun e lartë mes mbretërve, na mësoi se si kalohet një sprovë në një smundje, na mësoi se si lutemi, na mësoi se si t'ishte falëndërues në çdo çast, në gjitha, na mësoi edhe tek pjesa e sekretit, duke nxjerr edhe xhindët që nuk kishin mundësi, domethënë që shpejt të ardhmen as po të fjalë. Dhe kjo ishte domethënë figura e një profeti që ne dy kemi shumë qejf të pjesa e studimit, sepse na hap edhe derën e pjesës së shkencës. Sulejmani është Islami me krenari. Sulejmani është Islami me krenari, pra Islami me dituri, Islami me shkencë, Islami me arsim, Islami me kulturë, Islami që sipër Zotit gjithësisë s'ka askush. Çfarëdo që kishte nga kjo dynja, zemrën, mendjen, shpirtin e kishte vetëm ka Allahu. Islami që detyroi Belkisën bëhet muslimane me diplomaci dhe me qytetërim, që kur hyri ngrejti vetëm s'kemi thënë gjë. Që u marton ato. Tash është bukur. Tash ja të gjitha stregohen. Është bukur, po. Ja, të gjitha stregohen. Dhe u martu me Belkisën dhe Belkisa është bërë sebeb për popullin e Sebeit për t'u bërë gjithë musliman. E testoi, i tha si ku ti është ky froni, tha që ti besoj mesazhin. Po ti ale Islamin atje, kur ajo tha si tjetë, ai tha kjo e meriton se kjo e bë popullin musliman dhe i nxori vllai dashur. Dielli jon që adhurojshin ato është qesharake shumë ta bëjsh atë punë. Sepse në zbulimet e fundit shkencore, dielli jon është një yll mesatar. Ka yje shumë më të fuqishëm. Dhe si ylli jonë në univers janë nuk numërohen, nuk ka numër që e numëron. Imagjino tani nga gjithë kjo krijim madhështor ti adhuron njërin prej tyre nga yjet. Je goxha qesharak. Pak të gjesh më të madh. Po më të madhin dhe në të njëjtën kohë ai shumë ka sa nuk e se gjithmonë zbulohen më të mëdhej. Po njeriu është interesant që adhurat të që e ngrof. Po sa e bukur është ta adhurosh Zotin e gjithë këtyre yjeve. Allahu.
Allah. Pa kja ta mbush zemrën pra. Nga i kemi vëllezërit dhe motrat se Vëllezërit e motrat i kemi mirë, i kemi nga gjithë bota, akoma s'kemi një selam nga Kina. Ne do vazhdojmë të kërkojmë. Ne do vazhdojmë të kërkojmë. Atëherë na shkruni nga tani domethënë jemi mes vëllezërve e motrave, tani na shkruni nga Ballçi e kemi një të paktën. Nga vjen selami. Nga Ballçi nga Shqipëria. Nga po na çoni selam, na tregoni nga cili vend. Gjëja pa kur filloi tani Gjermania, Berlin, Kaiserslautern. Mashallah se ato vëllezërit e tjerë janë. Pastaj fillon, avash fillon Londra. Unë po eci, po pas ke mesazhe shumë se unë kam ngel që ajo është parë. Po nga Gjermania direkte. Po. Modena, Itali. Modena, Itali. Gjermania, Fushkruj, mashallah kemi nga Shqipëria, Austria më del mua. Franca, Rimi Pullundi nga Franca. Maqedonia, Borni, Gjiberi Gjenev. Borni i Gjermanisë. Shemkaele, selam aleikum Belgjika. Mashallah, dhe Belgjika. Luel Casa, USA, Texas. Kur thon që Amerikë kemi pas. Po, kur thon që Texas më kujtohet gjithmonë vetëm koha ka u bëjse. Belgjika dhe Mundel, Podujeva e Kosovës, Gjermania, Mynihu, selam nga Robos, mos dolëm Kina apo jo? Nga Robos. Mos është Rodos Greqi. Po me ka po me bësi duket. Podujeva, Zvicra, Merano, Itali, mashallah. Medina, Avdia, thot selam aleikum, është nderuar, je një orë shumë i mrekullueshëm, po të na mëson Allah të shpërblef, selam nga Gjermania, Zoti ju begatoft edhe juve. Selam aleikum nga Shkodra e Sidrit Bejlerit. Mashallah. Çfarë thot njëri Idris Murati? Mashallah, thot ishe në formë, sot thot ka bë mirë pushimi. Qa pushimi na gjej qiko për pushim Zoti të rujt. Edhe sot s'kam pushu fare. Ne thash, jo, po si është perceptimi i jashtë. Mashallah të ka bë mirë pushimi vëlla. Mashallah. Selam nga Dortmundi, selam nga Kosova, nga Cuneo Itali, Milano Itali, Ancona Itali, shumë kemi nga Italia vëlla. Shqiptarët e Shqipërisë jetojnë. Selam nga Freiburgu, Zvicër, Jeti Zeqiri, selam nga Italia, Zoti ju rujt nga Londra, Hardis Avnia, Londra përsëri, mashallah Zoti i begatoft. Finlanda. E boni Allah se ju kemi vonu për sabah, kështu që Zoti i rujt. Danimarka, Zvicra, Italia, Franca, Siena, Itali, prap. Mashallah. Selam aleikum nga Suedia, Zoti ju shpërbleft që shpërndani dije, mashallah thot. Selam aleikum nga Spanja. Mashallah. Selam aleikum nga Finlanda. Franca. Amon, si s'po ma. Finland, po. Mashallah, larg kemi shkuar. I ka të gjitha, po ajo që s'po ashu është një që s'po e kapim do të na çojnë në një. Po si më në një tregtar që është në Kinë vëlla qa gjëna. Ma heqin këtë fiksimin. Ku shko tani për Amazon Kinë vëlla se duhet ma agjëruar me qenë. Ramazani ka punë vetë, njerëzit do fitojnë. Mashallah, inshallah Zoti jashton. Mashallah, Korçova. Mashallah. Selam aleikum nga Roma, na kënaqet shpirtin me këtë temën sot. Kanadaja. Mashallah, edhe Kanadaja. Mashallah, edhe Kanadaja. Nga Foskopoja e Korçës. Mashallah. Finlanda, Leverkusen, Durrësi, Shkupi, Shefki Gjureci. Mashallah, o Zoti i modhe, gjithë bota në na kënaqet thot me Goni dhe Alma me këto ligjërata, Zoti ju kënaqet. Selam aleikum nga Oxfordi. Valla jem shkollë në Oxford, na bësh shefin apo jeton? Andi Kodra, inshallah je për studime valla se i dum vetëm në Oxford, Cambridge dhe Harvard. S'pranoj masi tjetër. Da mone ti milingona ti gjetëm, po të gjejmë gjërat e tjera. O Zoti i madh. Kur do dëgjojmë vëlla që 33 ton shqiptar të jenë në Harvard, Oxford, Cambridge duke studiu. Edhe diçka, na shkruani dhe çfarë teme keni qejf për në të ardhmet, në podcastet e ardhshme, do ishte mirë të dinim edhe në çfarë teme keni qejf. Po, vëllezër motra nderuar, se ne e zgjedhim duke menduar, po deshëm edhe opinion të juaj që
cilin temë ose cilën temë dëshironi. Tani janë 1000 veta që po e shohin në Facebook. Unë do ta them, do bëjmë një provë. Unë e thash që në fillim fare që një ligjëratë jote ja shpëtoi një jetë. Inshallah. Nga 1000 veta, sa do ta bëjnë share? Ta shpërndajnë sepse këtë Sulejmanit, ashtu siç u kënaqet juve, le të kënaqen edhe dikush tjetër dhe të bëni pjesë e sevapit dhe të merrni sevape dhe shpërblime. Më pyet një Allah të lutem kam vllajin thotë që lumbi Xhos si ta largoj, nuk është vendi këtu për të dhënë recetë për pyetje që janë specifike. Se nuk mundem të them që dëgjoj ka i lutje apo ka i recetë sepse do të njohësh kush është vllai, duhet dish sa vjet ka që e konsumon këtë gjë, duhet dish rrethin shoqëror që rrin. Prandaj do shumë kujdes duke qenë se nuk e njoh, nuk e di kush është dhe pa dashje ton t'japësh një përgjigje për ta ndihmuar dhe mund të bësh diçka që e fut më keq në rrugën që ka. Kështu që nuk është e vështirë që vetëm me një mesazh t'japësh përgjigje për një pyetje kaq delikate. Historinë e Jusufit. Po e kanë temën e Jusufit, nderuar hoxh. Po jo vetëm atje, edhe këtu po e shoh. Po historinë e Jusufit, dikush tjetër thotë Jusufit me engjëllit Xhibril, Jusufin që vetëm sa i kemi lançu aq shpejt edhe po tani po të njëjtët shkruajnë këtë dyja se pak a shumë po jo më po ndjesitë dëshirat janë në përgjithësi janë një lloj. Diçka të bukur për profetin alayhis salam thot dikush emrat e Zotit dhe si të lutemi me emrat e Zotit dhe kjo është temë e bukur shumë. Shive, nga 71 105 share shkoj direkte. Mashallah. Hajde inshallah mund të ta çojmë 300-400 share. Hajde bismillah. Inshallah. Historia e Iblisit thot dikush tjetër, historia e Jusufit. Temën e Miraxhit, profetit Muhammed. A mund të flisni për surën Araf, thot dikush tjetër. Kemi qef prap historinë e Jusufit, shumë e kërkojnë, historinë e Muhamedit alayhis salam. Shumë. Një tjetër thot për Hidrin, me Musain alayhis salam. Historia e Jupit thot dikush tjetër. Krijimin e Ademit e ngacmove ti pak krijimin e Ademit. Jo, po duhet ta sqarojmë se po ne e trajtojmë lloj tjetër. Po, se un akoma kam mendje batutën tate. Ademi nuk kuptohet. Jo, po mos e thuaj se do shpjeguar, se po s'u shpjeguar keq kuptohet. E bukur. Thot Meti Ardha Xhulia, në këto momente ndodhem në spital të Vlorës, jam shtruar. Zoti të shëroft. Zoti e shëroft inshallah. Zoti e shëroft. E Mirazhit për botën tjetër thot dikush tjetër krijimi i Ademit alayhis salam. Dikush më kërkon, ja kjo është gjë e mirë, linkun e milingonave më thot njëri, më shkruaj ke numri im. I lir Hyseni më ke pëlqyer shumë sepse kërkon diturinë. Linkun e milingonave më shkruaj ke numri im 067 400 6161 do të vi linku me shpejtësi të madhe. Shumë mirë që e kërkon, bravo, që e kërkon dijen dhe e kërkon argumentin. Bravo. Temën thot Muhamedit me kalimin e qijeve, më ka rënë qeth mishin vitin që shkoi podcastit thot. Tema e Miraxhit. E kanë hak. Duket se gjithmonë kishte drejta e ku pushove ti vëlla se i nezë motorrat mirë sot. Sot mirë, po. Ishte kështu, po. Jo, ti janë ajo për temës, po kur shkojnë në shtëpi e diun se çdo heq. Se aty në jetë lodhja. Kështu që inshallah ta mbyllim. Allah tu se këtu jo po të kapa jo këtu po energjia që harxon këtu pastaj shkon në shtëpi. Po me thon drejtën dhe rahat se unë nuk do të ato një gjuhë për. Po jo, më zoti ç'përbleft, po si gjë që mendoni edhe për mua. Subhanallah. Inshallah Zoti na jep xhenetin. Na i bot sinqert o fjalë që themi, et na i qysi veprat mira, e mos futshim kurrë egon ton. As mos e kemi mendje sa e ndjekin sa se ndjekin, e rëndësishme është që Zoti të kënaqet. Atë që tha Sulejmani, na bot bëjmë vepra që kënaqesh ti, jo që kënaqen njerëzit. Ashtu do jenë më të sinqerta dhe do shkojnë nga zemra në zemër. Amin. Amin. Allah të shpërbleft në xhenet. Amin. Ky ishte edhe podcasti i radhës. Shifemi në podcastin tjetër. Ju urojmë agjerim të lehtë të pranuar edhe inshallah me sa më shumë vepra të mira. Amin. Nga ne, selam aleikum. Zoti ju ruaj. Aleikum selam.